Omeri radiallahu anhu. Ai është Omer ibn Khattab ibn Nufail Kureshi Adewi. Ai njihet ndryshe me epitetin Ebu Hafs ose Faruk. Ai është kalifi i dytë i besimtarëve. Ai ka qenë prej njerëzve më të respektuar në mesin e Kureshve. Ka qenë shumë i rrep ndaj muslimanëve, derisa përqafoi fenë islame. Njëherë profeti alayhi selam ju lut Allahut të lartësuar me këto fjalë: O Allah, forcoje islamin nëpërmjet Omer ibn Khattabit. Omeri radiallahu anhu e ka përqafuar fenë islame në vitin e 6 të profetësisë. Pranimi i fesë nga ana e tij për besimtarët e asaj kohe është konsideruar si çlirim. Ibn Mesudi thot: akoma vazhdojmë të jemi të fortë, qysh kur Omeri radiallahu anhu u bë musliman. Kur profeti alayhi selam i urdhëroi shokët e tij që të emigronin për në Medinë, një prej tyre ishte edhe Omeri radiallahu anhu, por ndryshe nga sahabët e tjerë, ai e shpalli haptas emigrimin e tij për në Medinë. Omeri ka marrë pjesë në të gjitha betejat që ka zhvilluar profeti alayhi selam. Njëherë profeti alayhi selam pati thënë: me të vërtet, Allahu e ka vendosur drejtësinë nëpërmjet gjuhës dhe zemrës së Omerit. Ai bashkë me Ebu Bekrin radiallahu anhu kanë qenë dy shokët më të ngushtë të profetit alayhi selam edhe njëkohësisht edhe dy këshilltarët e tij. Ndonjëherë Allahu i lartësuar ka shpallur ajete kuranore që e kanë miratuar mendimin e tij. Pasi profeti alayhi selam dërroi jetë, kalifi muslimanëve u zgjodhi Ebu Bekri radiallahu anhu, ndërkohë që Omeri radiallahu anhu ishte këshilltari i parë i tij. Pasi ndroi jetë edhe Ebu Bekri, Omeri radiallahu anhu u zgjodh kalifi i dytë i besimtarëve. Omeri ishte udhëheqës i muslimanëve. Një natë, njëri prej sahabëve shkon dhe e viziton në vendin ku qëndronte. I jep selam, e përshëndet, por ai radiallahu anhu nuk ja kthen selamin. Ulet dhe e pret, ndërkohë që Omeri radiallahu anhu vazhdonte me punët e tij. Lëre selamin që nuk ja kishte kthyer, por as që e kishte parë në fytyrë. Mbaron punën, fik qiriun dhe ndes një qiri tjetër. I kthen selamin mysafirit dhe fillon të flas me të. Sahabiu i nderuar e pyet: ej, Omer, përse nuk e ktheve selamin me njëherë? Përse e fike këtë qiri dhe ndeze një tjetër dhe pastaj fillove të flasësh me mua? Omeri radiallahu anhu përgjigjet: qiriu i parë ishte nga thesari i shtetit. Nëse unë do të merresha me punë personale për sa kohë që ai ishte ndezur, do t'isha përgjegjës për këtë vepër përpara Allahut. Duke qenë se së bashku nuk do të flisnim çështje shtetërore, ndeza qiriun të cilin e kam bler me fitimet, me paratë e mia, dhe fillova të flas me ty. Sahabiut ju mbushën syt me lot, dhe duke ngritur duart, lutet kështu: ja Rab, mos na lër pa udhëheqjen e Omerit. Omeri radiallahu anhu fali namaz në prag të vdekjes. Halifja, prisi i dytë i besimtarëve, mëshirimi i drejtësisë Omeri radiallahu anhu, shkoi në xhami për të falur namazin e sabahut. Përpara se të merrte tekbirin fillestar, u thoshte xhamatit: drejtojeni rreshtat. Sapo mori tekbir Omeri, një rob pers, Ebu Lulu Firuz, u ngrit nga vendi dhe i nguli thikën Omerit radiallahu anhu në shpinë dhe anash në veshk. Omeri radiallahu anhu, që mori goditje vrasëse, u shtri për tokë. Me e mora gjitë rënd nga plagët, e morën dhe e quan pranë familjes së tij. Halifja i muslimanëve, që u godit në një atentat të pabesë, ishte i shtrirë për tokë, i mbytur në gjak nga plagët që kishte marrë dhe nga thika që i ishte ngulur në zemër. Kur donin t'i jepnin diçka për të pirë, ajo dilte jashtë nga plagët e tij. Edhe pse kishte kaluar pak, ai njeri i madh ishte akoma i shtrirë për tokë, pa ndjenja, dhe nuk kishte ardhur akoma në vete. Dikush nga të pranishmit tha: nëse Omeri nuk ka vdekur akoma,
ju mund ta zgjoni atë vetëm me namaz. Me njëherë i thanë, o prisi besimtarve, namazi u fal. Omeri radiallahu anhu me njëherë i hapi sytë dhe tha, o Allah, ai që nuk fal namaz, nuk ka pjesë në fe. U ngrit të falte namaz ashtu siç ishte i mbytur në gjak, sepse ai radiallahu anhu kështu kishte parë të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ky shok i madh i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam u sulmua duke falur namazin dhe ja dorëzoi shpirtin Allahut xheleshanuhu duke falur namaz. Ibn Sa'd Tabak 3351. 4 gabimet e valiut Said që bën edhe Omerin radiallahu anhu të qante. Kur Omeri radiallahu anhu mëson se Said bë Amir ishte një person i dashur nga të gjithë, fillon të pyes ndër njerëz nëse ka ndonjë gabim ose të met. Kur njerëzit i përmendin 4 gabimet e tij, Omeri radiallahu anhu e urdhëron Hz Saidin të shkojnë në Medinë. Kur arrin në qytet, Omeri radiallahu anhu e merr në pyetje dhe i thot, o Said, dëgjova se pas ke bërë disa gabime. A janë të vërteta këto? Detyrën tënde e fillon jo direkt pas namazit sabahut, por para dite. Mbrëmjeve nuk del të takohesh me njerëzit fare. Një ditë në javë nuk del fare nga shtëpia, mbi të gjitha nuk pranon të takohesh me njeri. Kur të thonë që Hubejdi radiallahu anhu ka rënë shehid, bie pa ndjenja dhe nuk përmendesh. Saidi radiallahu anhu fillon të përgjigjet për pyetjet që ishin drejtuar dhe thot, o prisi besimtarve, arsyeja që unë shkoj vonë në detyrë është se në shtëpi kam gruan e smur, edhe kështu unë pasi bëj punët e shtëpisë, përgatis brumin e bukës edhe pasi marr abdes dal me njëherë nga shtëpia për në detyrë. Arsyeja e cila nuk takohem me njerëzit natën është sepse unë gjatë gjithë ditës merrem me punët edhe shërbimet e njerëzve, ndërsa natën e ndaj për adhurim ndaj Zotit. Kështu bëj dhe vet llogari për vendimet që kam marrë. E nëse kam gabime, ato i rregulloj më pas. Arsyeja që nuk dal një ditë në javë dhe nuk takohem me njeri është se un kam vetëm një rrobë. Atë ditë e laj dhe pres derisa të thahet. Arsyeja e humbjes së ndjenjave kur kujtoi rënien dëshmor të Hubejt b Adi radiallahu anhu është sepse unë kam qenë prezent në momentin kur ai është varur nga mushrikët, por edhe pse isha aty nuk bëra asgjë, sepse isha akoma mosbesimtar. Tani e kuptoj sa besim të fortë kishte ai, nga trimëria edhe pasy trembëria që tregoi përballë tyre. Bie pa ndjenja nga mërzia që nuk arrita ta ndihmoj. Pas përgjigjes që mori Omeri radiallahu anhu, filloi të qaj dhe i thot Hz Saidit sa të pas ka lartësuar frika ndaj Allahut, të pas ka bërë një ndihmës të dobishëm ndaj popullit. Pas kësaj ndodhie, Saidi radiallahu anhu kërkon nga Alifja të heqit dorë nga detyra e valiut, por ai nuk e pranon këtë kërkesë dhe e dërgon përsëri në detyrën që kishte. Said bë Amir kujdesej dhe sillej shumë mirë me jo muslimanët që ndodheshin në mbrojtjen e tij. Për këtë arsye, jo muslimanët e Shamit ishin shumë të kënaqur me sjelljen e tij. Kur Omeri radiallahu anhu merr këtë lajm, e pyet për Hz Saidin radiallahu anhu, cila është arsyeja që populli e do kaq shumë atë. Kur merr përgjigjen se ai ishte bashkëvuajtës në hallet e njerëzve, Omeri radiallahu anhu gëzua shumë. Të ndenjurit të afërt të varfërve dhe ndihma ndaj tyre ishte nga cilësitë më dalluese të Saidit radiallahu anhu. Ai i donte të varfërit më shumë se vetja. Të e tregonte kur çdo gjë që kishte, ja shpërndante atyre dhe për vete nuk mbante asgjë tjetër veç nevojave që kishte. Kur e pyesnin se cila ishte arsyeja e kësaj bujarie, ai përgjigje gjithmonë duke përmendur një hadith të profetit alayhi selam, ku thotë: "Të falësh diçka, do të thotë ta japësh
pa tu kërkuar, pasi nëse të kërkohet, ajo nuk quhet madhurim, por përgjigje ndaj kërkesës. Abdurrahman Kast transmeton nga Said B. Amir se profeti alayhi selam ka thënë: të varfërit e muhaxhirëve do të hynë në xhennet 40 vjet para njerëzve të tjerë. Para Islamit, Omer ibn el-Hatabi ishte i rrept dhe i vendosur, i pajisur me njohuri dhe fuqi, i rritur në skamje, varfëri edhe në situata të rënda jetësore. Babai i tij ishte i rrept ndaj tij. Rreth ashpërsisë dhe vrasdësisë tregon edhe Omeri kur një ditë si Emirul Muminin kaloi pranë vendit Dajnan, vendi pyllëzuar me drujnë të shpesht. La ilaha illallah, nuk ka të adhuruar tjetër pos Allahut, tha. I ka mbajtur dhe vete babai tim në këtë lugin. E kisha të veshur një mantel, pelerin, pelesht, me një të hapur përpara. Hatabi ishte i pamëshirshëm ndaj meje. Më ngarkonte me punë të rënda, lodhesha shumë, më rrihte kur nuk punoja. Më arrinte nata, por vetëm Allahu i lartësuar ishte mbi mua. Dëshironte të tregohej në mesin e të rinjve Mekas që të dallohej me diçka mbi ta, ashtu siç ata në përparësi për nga vlera e pasurisë dhe e prejardhjes. Ju përkushtua shkencës dhe leximit të urtësive të shkruara, i mbante në mend të vargjet asaj kohe. Ishte ndër të paktit në numër që dinin shkrim dhe lexim. Në tërë Mekën kanë qenë vetëm 17 vetë të cilët kanë ditur të shkruajnë dhe të lexojnë, kur kishte filluar të vinte shpallje Muhammed ibn Abdullahut, sallallahu alaihi wasallam. Omeri që nga fëmijëria e kishte dashur kalërimin me kuaj, qitjen në shenjë, shkathësinë me shpata dhe pjesëmarrjen në 2 luftime. Me trupin e tij të fuqishëm i mundte të gjithë garuesit trimat asaj kohe. Ishte veçanërisht i gjatë, mbi 2 metra, konstrukt të fortë, muskulaturë të zhvilluar. Flokët i kishte të kuqëremta, të ndritshme dhe lëkurën e fytyrës të bardhë. Ishte mëngjarash. Kur ecte, ngutej ashtu që t'jepte përshtypjen se është duke vrapuar. Ai i cili ecte me të do të ngelte prapa. Avf ibn Malik kishte parë një grup njerëzish të tubuar në një vend, në mesin e tyre dhe një njeri i cili te i kalonte të gjithë. Kishte pyetur për të, dhe ata i kishin thënë se është Omer ibn Hatabi. Në pamje, gjatësitë e fuqit trupore më së tepërmi i ngjante Halid ibn el-Velidit. Ai sa në shikim të parë ishte e vështirë t'i dallosh. Skamja në fëmijëri kishte ndikuar në atë që ta ruante pasurinë e tij. Varfëria e kishte përcjell gjatë gjithë jetës së tij, prandaj kishte kursyer për vete. Ndaj të tjerëve ishte bujar, e donte maturinë në dhënie dhe nuk e shkapërderte pa nevojë. Sipas porosisë së Ebu Bekrit, Omeri është zgjedhur për halife, e lutja e parë e tij ishte: O Zoti im, unë jam i vrazhd dhe i ashpër, më bëj të butë. Zoti im, unë jam i dobët, më forco. Zoti im, unë jam kopërrac, dorë shtrënguar, më bë bujar. Edhe përkundër euforisë me të cilën ishte i dalluar dhe përkundër ashpërsisë shkretinore, në raportet me njerëzit në kohën e hilafetit të tij, Omer ibn Hatabi ishte i ndjeshëm ndaj njerëzve, i mëshirshëm ndaj të pafuqishmëve, i butë ndaj të varfërve, fisnik ndaj nevojtarëve. Asnjëherë nuk ka menduar që të përvetsoj thesaret e arit dhe të argjendit, por shumicën e pasurisë së tij jo shpërndante nevojtarëve. E tregon një ngjarje interesante rreth vetvetes. Thotë se e kishte ndërtuar një idhull nga hurmat dhe e kishte adhuruar një kohë. Dhe kur e merrte uria, të njëjtin e hante. E kur Zoti i tij gjendej në barkun e tij, turpërohej nga ai veprim, e aq më tepër kur e nxirrte nga barku i tij. Omeri radiallahu anhu ka lindur 13 vite pas vitit e elefantit, që do të thotë se ishte më i ri për 13 vjet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ishte halife i dytë i drejtë, këshilltari i halifes së parë dhe muslimani 40. Omeri radiallahu anhu ishte martuar shumë herë në kohën e ignorancës, xahilietit dhe kishte shumë fëmijë. Emrat e fëmijëve të tij ishin Abdullah, Abdurrahman i Vjetër, Abdurrahman i Mesëm, Abdurrahman i Ri, Asimi, Hafsa dhe Fatimia. Kur bë halife, u martua me vajzën e Ali ibn Abi Talibit dhe Fatimes, motrën e Imam Hasanit dhe Hysenit dhe mbesën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të quajtur Kulthum. Kalimi i Omerit radiallahu anhu në Islam. Omer ibn Hatab radiallahu anhu e ka pranuar Islamin pas Hamzës radiallahu anhu. Disa thonë se vetëm 3 ditë më vonë, pas konvertimit të tij në Islam, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam lexoi këtë lutje: O Allahu im,
ndihmoje Islamin me njërin prej dyve që janë më të dashur për ty, Omer ibn Hatabin radiallahu anhu, ose Amr ibn Hishamin, Ebu Gjehlin. Omeri radiallahu anhu, pasi dëgjoi se Hamza radiallahu anhu e kishte përqafuar Islamin dhe se muslimanët kanë emigruar me sukses në Abisini, u hidhërua dhe vendosi që problemin ta zgjidhte në fillim në mënyrë që të vriste Muhamedin. Pasi që mori shpatën dhe u nis në drejtim të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, gjatë rrugës u takua me një musliman të fshehur, Nuaim ibn Abdullahun, i cili e pyeti se për ku ishte nisur. Kur ja tregoi synimin e tij të keq, Nuaimi i përkujtoi një gjë tjetër, vetëm që ta largonte nga ajo. I tha se motra e tij Fatimia dhe dhëndri i tij, Seid ibn Zaid, e kanë pranuar Islamin. Kur u ishte afër shtëpisë së motrës së tij, e dëgjoi leximin e Kuranit. Në atë moment, motra dhe dhëndri i tij mësonin Kuran nga Habab ibn Ereti radiallahu anhu. Hyri në shtëpi dhe filloi ta godas motrën e tij, ndërsa Hababi ishte fshehur. Në atë moment ata e thirrën Habab ibn Eretin radiallahu anhu për të dalë dhe me kërkesën e Omerit radiallahu anhu të lexonte ajetet kuranore që ishte duke u mësuar atyre. Atëherë, Hababi lexoi disa ajete të surës Taha dhe Omeri radiallahu anhu e pranoi Islamin. Muslimanët pas kalimit të Omerit radiallahu anhu në Islam, për herë të parë kanë falur namazin me xhamat. Omeri radiallahu anhu pas pranimit të Islamit. Në orët e para të Islamit, Omeri e pa Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe tha: "A nuk jemi në të vërtetën?" Pejgamberi tha: "Po." Omeri përsëri e pyeti: "A nuk janë ata në rrugë të gabuar?" Pejgamberi tha: "Po." Më pas Omeri tha: "Pse atëherë po fshihemi?" Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pyeti: "E çfarë mendon të bëjmë?" Omeri radiallahu anhu i tha: "Të shkojmë në mesin e tyre dhe publikisht të deklaroj se nuk ka Zot përveç Allahut." Pejgamberi buzëqeshi dhe tha: "O Omer." Muslimanët doën në dy safa. Në kryet e njërit ishte Hamza radiallahu anhu e në tjetrin ishte Omeri radiallahu anhu. Filluan të shqiptojnë fjalët e shahadetit. Omerit nuk i mjaftoi kjo, por shkoi te Ebu Xheli dhe Ebu Sufjani dhe ju tha se e kanë pranuar Islamin. Pas kësaj Omeri u drejtua ka Aqabja, ku politeistët, mushrikët e sulmuan, e rrahën deri në lodhje. Më pas shkoi në shtëpi. Omeri radiallahu anhu i mblodhi të gjithë anëtarët e familjes së tij dhe u tha se kishte përqafuar Islamin. Ju tha atyre se ai nuk do t'ju flas derisa të pranonin Islamin. Atëherë u ngrit Abdullahu biri i tij dhe tha: "Unë jam që moti musliman." Omeri e goditi dhe i tha: "A ke dashur të lejosh që babai të shkojë në xhehenem?" Sa herë që i kujtohej Omerit kjo ngjarje, zemërohej me djalin e tij. Omeri ishte i vetmi person i cili bëri hijretin publikisht, e bëri tabafin rreth Ka'bes dhe i fali 2 rekat namaz. Pastaj u kthye Mekasve dhe ju tha: "Fytyrat ju nxifshin, Allahu ju poshtëroft. Kush dëshiron që fëmijët e tij të mbesin jetim, e nëna e vetme, e gruaja e ve, le të më presin pas kësaj lugine, sepse unë nesër do të bëj hijret." Arritjet e Omerit radiallahu anhu. Omeri radiallahu anhu ka qëndruar në pushtet për 10 vjet, 6 muaj e 4 ditë. Gjatë kësaj periudhe, ai ka përfunduar projekte të mëdha. Edhe pse periudha e hilafetit të tij ishte e gjatë, projektet ishin më të mëdha. Pas vdekjes së Ebu Bekrit radiallahu anhu, Omeri radiallahu anhu e mori pushtetin. Në hutbën që u mbajti banorëve ndër të tjera tha: "Nëse nuk më urdhëroni në të mirë dhe nuk më ndaloni nga e keqja dhe nuk më këshilloni, do të ankohem për ju ditën e gjykimit te Zoti plot fuqishëm." Kalendari i hijretit. Gjatë hilafetit të Omerit radiallahu anhu, dokumentet nuk ishin të datuara. Ai dëshiroi që të organizojë këtë për shkak se ishte e nevojshme të dinin datat e dokumenteve. Omeri e ndjeu nevojën për një kalendar. I sugjeruan të përdor kalendarin romak apo persian, por ai nuk pranoi. Ai donte që muslimanët të kenë një kalendar të veçantë për t'u dalluar nga kombet e tjera në të gjithë sferat. Disa i propozuan që fillimi i epokës të jetë lindja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ose Israja dhe Miraxhi. Omeri refuzoi ato sugjerime dhe mori hijretin si fillim të epokës muslimane. Kjo tregon në pikpamjet e largta të Omerit radiallahu anhu, sepse kishte vërejtur se kjo ngjarje do të thotë fillimi i krijimit të shtetit islamik. Rregullimi i rrugëve. Omeri ishte i pari që i ka rregulluar rrugët. Fjalët e tij ishin: "Nëse në Irak rrëzohet një mushk, Allahu do të më pyet për të." Ixhazetet. Omeri radiallahu anhu ishte i pari që filloi të lëshojë ixhazete për mësimin e Kuranit përmendësh. Konferencat vjetore me udhëheqësit dhe sundimtarët. Omeri radiallahu anhu çdo vit mblidhte udhëheqësit dhe qeveritarët dhe të gjithë ata që kishin ndonjë përgjegjësi në mbledhjen vjetore që u mbajt gjatë haxhit në Mina.
Makam Ibrahim. Omeri radiallahu anhu është i pari që e lëvizi Makam Ibrahimin, vendin ku Ibrahimi a.s. qëndroi, përderisa po ndërtonte Qaben. Makam Ibrahimi ishte i ngjitur për Qabe. Kur muslimanët të donin të kryenin tavafin, duhet të largoheshin nga Makami. Duke parë këtë, Omeri radiallahu anhu urdhëroi që Makam Ibrahimi të largohej pak nga Qabja, për të ndihmuar njerëzit më lehtë të kryejnë tavafin. Zgjerimi i xhamisë së pejgamberit. Omeri radiallahu anhu dëshiroi të zgjerojë xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dëshiroi të merrte shtëpinë e Abbasit dhe në hapësirë ta zgjerojë. Abasi refuzoi për t'ia dhënë, saqë ju ankua Aliut radiallahu anhu, i cili ishte gjykatës. Gjykimi i Aliut ishte në anë të Abbasit, sepse Islami respekton të drejtat e individëve. Pasi që Aliu radiallahu anhu gjykoi në atë formë, Abasi tha: "Tani ta fal shtëpinë. Këtë e kam bërë vetëm për të rritur shenjtërinë e muslimanëve." Gjizja. Omeri radiallahu anhu përcaktoi që gjizja të jetë në përputhje me kushtet e jetës, e ndryshme për çdo individ. Lartësia e gjizjes, të cilën e paguanin të varfrit e Helul Kitabie, ndryshonin nga gjizja që paguaj nga të pasurit. Të arriturat në politikën ushtarake. 1. Omeri organizoi ushtrinë e rregullt. 2. E futi rekrutimin e detyrueshëm. 3. Vendosi njësitë ushtarake në vendkalimet kufitare. 4. E kufizoi kohën e largimit nga shtëpia për 4 muaj. 5. Organizoi forcat të rezervë, të cilat numëronin 30.000 kalorës. 6. Urdhëroi komandantët ushtarak që t'i dërgojnë raporte të veçantë për ushtarët. 7. E futi shërbimin që trajtonte listat e emrave dhe pagat e ushtarëve. 8. E futi pagën e përhershme për ushtarët. 9. Në ushtri dërgoi mjek, përkthyes, gjyqtar dhe edukator. Arritjet në fushën e administrimit publik. 1. Themeloi institucionin e divanit. 2. Themeloi një lloj ministrie të furnizimit. 3. Themeloi ministrinë e vakufit. 4. Regjistroi pasurinë e tërë stafit dhe guvernatorëve. 5. Themeloi thesarin, ministrinë e financave. 6. Ka marrë zeqatin për kuaj. 7. Ka siguruar pasurinë nga thesari publik për të varfrit. 8. Ka shpërndar ushqim në mes të rajoneve. 9. Ka caktuar një shtëpi të veçantë për pritjen e delegacioneve. 10. Ka caktuar vende për të pushuar në mes të qyteteve dhe rrugtimeve. 11. Ka filluar dhënien e kredive nga arka e shtetit tregtarëve. 12. Ka ndërprer monopolin mbi ushqimin. 13. Ka mbrojtur kullosat e shtetit. Kalifi Omer dhe liria e besimit në Jeruzalem. Jeruzalemi është një qytet i shenjtë për të 3 besimet më të mëdha monoteiste: Islamin, Judaizmin dhe Krishterimin. Për shkak të historisë së tij mijëravjeçare, ai njihet me shumë emra: Jeruzalem, Quds, Jerushalem, Aelia dhe të tjerë emra që reflektojnë trashëgiminë e tij të pasur dhe të shumëllojshme. Është një qytet që shumë profet muslimanë kanë quajtur shtëpi, nga Sulejmani tek Daudi dhe më pas Isai. Gjatë jetës së profetit Muhammed a.s., ai bëri një udhëtim të jashtëzakonshëm brenda një nate të konsideruar si mrekulli, nga Meka në Jeruzalem dhe më pas nga Jeruzalemi drejt qiejve. Kjo ndodhi njihet si Israja dhe Miraxhi. Sidoqoftë, Jeruzalemi nuk u vendos nën kontrollin politik të muslimanëve gjatë jetës së profetit a.s. Kjo situatë do të ndryshonte gjatë kalifatit të Omer ibn Hatabit, kalifit të dytë islam. Në Siri, gjatë jetës së profetit Muhammed a.s., Perandoria bizantine shprehu qartë dëshirën dhe vendosmërinë për të eliminuar besimin e ri islam që po rritej dhe fuqizohej në kufijtë e saj. Kjo situatë i dha jetë ekspeditës së Tebukut në tetor të vitit 630, ku Muhamedi a.s. udhëhoqi një ushtri prej 30.000 ushtarësh në kufijtë e perandorisë bizantine. Edhe pse nuk pati një betejë, ekspedita shënoi fillimin e luftrave muslimano-bizantine që do të vijonin me dekada. Gjatë kalifatit e Ebu Bekrit, nga vitet 632 deri në 634, në tokën bizantine nuk u krye asnjë ofensive madhe. Vetëm gjatë kalifatit të Omer ibn Hatabit, muslimanët filluan të zgjeroheshin seriozisht në drejtim të veriut, ku shtrihej sfera e ndikimit bizantin. Ai dërgoi në këto zona disa nga gjeneralët më të zotë musliman, përfshir Halid ibn Walidin dhe Amr ibn Asin. Betejë vendimtare e Jermukut në vitin 636 ishte një humbje e madhe për fuqinë e bizantinëve në rajon, pasi çoi në rënien e shumë qyteteve siriane, ndër të cilat edhe Damasku. Në shumë raste, ushtrit muslimane ishin të mirëpritura nga komunitetet lokale të përbërë nga hebrejnë dhe të krishterë. Shumica e të krishterëve të rajonit ishin monofizit, që kishin një këndvështrim më monoteist mbi Zotin dhe që i përafrohej asaj që muslimanët predikonin. Ata preferuan sundimin e muslimanëve para bizantinëve, me të cilët kishin shumë ndryshime teologjike. Çlirimi i Jeruzalemit.
Në vitin 637, ushtrit muslimane filluan të shfaqeshin në afërsitë e Jeruzalemit. Në krye të Jeruzalemit ishte patriarku Sofronius, përfaqësuesi perandorisë bizantine, njëkohësisht edhe prijes i kishës së krishterë. Edhe pse ushtrit të shumta muslimane nën komandën e Halid ibn Walidit dhe Amr ibn Asit filluan të rrethonin qytetin, Sofroniusi refuzoi të dorëzonte qytetin, përveçse nëse Omeri vinte vetë ta pranonte dorëzimin. Pasi dëgjoi këtë kusht, Omeri ibn Hatabi la Medinën dhe u nis për udhtim mbi gomarin e tij, i shoqëruar vetëm nga një shërbëtor. Kur mbërriti në Jeruzalem, ai u prit nga Sofroniusi, që padyshim duhet të jetë habitur te imase se si kalifi muslimanëve, një nga njerëzit më të fuqishëm për kohën, ishte veshur me rroba aq të rëndomta saqë nuk dallohej nga shërbëtori i tij. Omerit ju bën një prezantim i qytetit, përfshirë edhe kishën e Varrit të Shenjtë. Kur erdhi koha e faljes, Sofroniusi e ftoi Omerin të falej brenda kishës, por Omeri refuzoi. Ai këmbguli që nëse falej aty, më vonë muslimanët do ta përdornin këtë si argument për ta shndërruar në xhami, duke i mohuar kështu krishtrimit një nga mëdhet e tij të shenjta. Omeri u fal jashtë kishës, ku më vonë u ndërtua një xhami e njohur si Xhamia e Omerit. Traktati i Omerit. Si në rastin e çdo qyteti tjetër, muslimanët duhet të hartonin një traktat ku të drejtoheshin të drejtat dhe privilegjet e popullatës vendase dhe muslimanëve. Ky traktat u nënshkrua nga Omeri dhe patriarku Sofronius, së bashku me disa nga gjeneralet e ushtrisë muslimane. Përmbajtja e traktit është: në emër të Allahut, të gjithëmëshirshmit, mëshirëbërësit. Kjo është garancia dhe siguria që shërbëtori i Zotit, Omeri, komandanti besimplotëve, u jep banorëve të Jeruzalemit. Ai u jep atyre mbrojtje dhe siguri të plotë për jetët e tyre, për pronat, kishat dhe kryqet, për të dobtit, të sëmurët dhe të shëndetshmit e qytetit, si dhe për ushtrimin e të gjitha ritualeve që i përkasin besimit të tyre. Kishat e tyre as do të shkatërrohen dhe as do të popullohen apo banohen nga muslimanët. As ata, as toka ku qëndrojnë, as kryqet dhe as pronat e tyre s'do të dëmtohen. Ata s'do të detyrohen të konvertohen. Banorët e Jeruzalemit duhet të paguajnë taksa si banorët e qyteteve të tjera dhe duhet të dëbojnë bizantinët dhe grabicit. Ata që duan të largohen me bizantinët, të marrin pasurinë e tyre dhe të braktisin kishat dhe kryqet. Do të jenë të sigurt derisa të mbërrinë në vend strehimin apo destinacionin e tyre. Për kohën, kjo ishte një nga marrëveshjet më progresive në histori. Për krahasim, vetëm 23 vite më parë kur Jeruzalemi u pushtua nga persianët, menjëherë u urdhërua një masakër e përgjithshme. Një tjetër masakër ndodhi kur Jeruzalemi u pushtua nga kryqëtarët në vitin 1099. Traktati i Omerit u mundsoi të krishterëve të Jeruzalemit lirinë e besimit, siç diktohet në Kur'an dhe në thëniet e profetit alayhis salam. Kjo ishte një nga garancitë e para dhe më domethënëse të lirisë së besimit në historinë njerëzore. Rigjallërimi i qytetit. Omeri nisi menjëherë punën për të shndërruar qytetin në një pikë referimi për muslimanët. Ai pastroi zonën përreth tempullit të Malit ku profeti Muhammed alayhis salam ishte ngjitur drejt qiellit. Të krishterët e kishin përdorur këtë zonë si vend grumbullim beturinash për të fyer hebrejt, ndërsa Omeri, së bashku me disa hebrejt, punoi personalisht për pastrimin e saj. Aty ai ndërtoi xhamin Al-Aqsa. Përgjatë pjesës së mbetur të kalifatit të Omerit dhe sundimit të perandorisë umejade, Jeruzalemi u shndërrua në një qendër të rëndësishme të pelegrinazhit fetar dhe tregtisë. Kubeja e Shkëmbit u ndërtua për të plotësuar xhamin Al-Aqsa në vitin 691. Në të gjithë qytetin u ndërtuan një numër institucionesh publike dhe fetare. Çlirimi i Jeruzalemit nga kalifi Omeri në vitin 637 ishte një moment thelbësor në historinë e qytetit. 462 vitet në vijim, ai do të drejtohej nga muslimanët, duke respektuar lirinë e besimit të mbrojtur në traktatin e Omerit. Edhe sot, ndërsa lufta për statusin e qytetit vijon, shumë të krishterë, hebrejnë dhe musliman këmbgulin që traktati ka akoma fuqi ligjore dhe vijojnë të referojnë se si duhen zgjidhur problematikat aktuale.